Ashk pemën e vizitri me çdo produkt që unë ka marrë në Temu. Pemën dhe çdo dekor tjetër unë i ka marrë në Temu për vetëm 0 euro. Ndërkohë që unë ha pemën, ju shifni të screen recording tu si të përdorni kodin tim për të përfituar produkte me 0 euro. Shkarkojmë aplikacionin e Temu dhe pas ta kemi hapur, në search bar vendosim kodin. Na del një listë e gjatë me produkte që janë vetëm 0 euro, por mos harroni që kjo mund të aplikohet vetëm për ata që janë përdorues për herë të parë të Temu. Një pauzë me vogël për të treguar që dhe pijamat i kam marrë në Temu me 0 euro. Marrë këta dhe doja t'rregoj tani funksionin që ka. Shumë interesant. Vendoset poshtë pemës, për të mbuluar atë hapësirën e vogël aty poshtë. Shumë dekore, shumë toka. Tani që vendosa çdo dekor, vje pjesa më e rëndësishme që janë këto dritat këtu. Janë 3 metër të gjatë dhe gjëja më e bukur është ky ylli këtu. Po gjëja që më pëlqen akoma më shumë është ky pulti, që ka gjithë këto opsionet këtu që të bëjnë që ndryshosh mënyrën se si lëvizin dritat, gjithashtu të ulësh ose të rrisësh ndriçimin e dritave. Para se ti ndes, dua t'ju tregoj një gjë shumë interesante që kam marrë. Është edhe kjo priza këtu që përveç se mban shumë priza të tjera, ma dhe shumë adaptor të ndryshëm, dizet dhe fket këtu. Një gjë tjetër që kam marrë dhe më ka hyrë shumë në punë kohët e fundit janë edhe këto mikrofonat këtu. Janë 2, kanë edhe adaptorin e tyre dhe karikohen këtu mbrapa. Shumë gjërave për Prishtinë që vjet pak, nuk kam marrë të tjera. Kam marrë kasa telefoni dhe kam marrë shumë kasa telefoni, një nga ato është kjo. Kam marrë këtë tjetrën që kam për telefonin e ri, kam marrë këtë tjetrën. Kam marrë ca stikera shumë të bukura me mace, që janë këtu janë shumë madje nuk... janë 202 stikera dhe kanë edhe një kuti që mund t'i mbash. Po thotë. Mos ndi xheloz, marrë se nuk e tradhtoj ty. Të gjitha këto produkte që ju tregova janë super vlenjë, që shihni unë e bëra pemën time, kështu që nëse dhe ju doni ta bëni tuajën, përdorni kodin tim këtu. Dhe merrni produkte me 0 euro.